do të bëjmë edhe sot. Kam kënaqësinë që me mua në linjë të drejtë për drejtë telefonike është dirigjenti i korit Siparantum Memli Kelmendi. Memli, përshëndetje. Përshëndetje dhe për juve në studio. E lumtur t'ju kem virtualisht, po më tregon nga cili vend po më lajmërohesh sot. Unë ende jam në Kuala Lumpur këtu, dhe nesër mbrëma realisht e kam fluturimin, dhe me nëzë po presë me ardhë dhe me shiu suksesin, të cilin e kemi realizu bashkë. Do të vish bashkë me çmime. Janë 3 çmime, apo jo? Çmimet veç kanë mbrinë në Kosovë, ata sot janë kthy gjithë kori. I kemi aktualisht në Kosovë, në rregull. Po më trego këto çmime, si shkoi, domethënë, performanca, për çfarë themi gare, po bëhej fjalë, sepse dua të kuptojmë më shumë detaje, se për çmimet që gjithmonë na kthehet me çmime kori, jemi mësuar tashmë me këtë. Konsideroj që vetëm pjesëmarrja jonë këtu në Kuala Lumpur, i gjithë anëtarëve të korit Siparantum këtu, për neve ka qenë shumë e rëndësishme. Unë e them me shumë përgjegjësi të plotë dhe me shumë modesti që edhe të mos kishim marrë ndonjë çmim, mendoj që vetë ardhja jonë këtu dhe vetë prezantimi i kulturës tonë në një skenë dhe në një vend si Malezia për neve është e tetë, domethënë. E kjo e bën edhe më të bukur rrugtimin tonë, kur ne kemi arritur me i bindë anëtarët e jurisë dhe me i bindë edhe të tjerët që vërtetë potenciali jonë dhe puna të cilën e kemi ndërtu për gjatë gjithë këtyre viteve është e tetë, domethënë, dhe kjo në një farë formë ose në një formë tjetër është edhe shpërblim i drejt për drejt i punës tonë. Në anën tjetër konsideroj dhe jam shumë i lumtur që pjesëmarrja jonë në Malezi ka rezultuar me sukses. Ne jemi shpërblymë në kemi marrë realisht 3 çmime. Çmimin e artë për 2 kategori, për kategorinë e koreve mikse dhe çmimin e artë për kategorinë e ansambleve muzikore. Ajo që kam bën më të lumtur është dhe që kori Siparantum ka marrë dhe çmim special për interpretim dhe kreativitet skenik. Kjo e bën edhe më të bukur rrugtimin e korit Siparantum, sepse vërtetë ne konsideroj jo vetëm tashmë, po edhe në pjesëmarrjet tona ndërkombëtare të mëhershme, mendoj që Siparantum tashmë vetëm ka kriju një identitet jashtëzakonisht të rëndësishëm jo vetëm për skenën tonë. Jashtë kësaj ne kemi pasur që në hapjet e festivalit në opening ceremony, kori Siparantum ka qenë pjesëmarrës, natyrisht me ftesë të festivalit, sepse e dim që këtu kanë qenë mbi 210 kore pjesëmarrëse nga vendet e ndryshme të botës, ndërsa e bukura tjetër që ne kemi qenë testuar edhe në një koncert tjetër në koncertin Around the World, po kanë qenë 5 shtete pjesëmarrëse, edhe ne po ashtu, edhe në fokus veçantë ka qenë prezantimi i muzikës tonë shqiptare. Tani, si korgjë, sa ishte numri i antarëve të korit që morën pjesë në këtë rrugtim? Jam pak më i lumtur se herëve tjerave në udhime, për arsye se kësaj radhe kemi udhëtuar me 41 anëtarë të korit Siparantum. Mirë, por realisht edhe 10 të tjerë na kanë mbetë jashtë listës, për shkak të mungesës së fundeve nuk kemi pasur mundësi që me angazhu komplet gjithë korin. Natyrisht se utilizohem edhe që damton në rrugtimin tonë artistik, mirë në anën tjetër, megjithatë kësaj radhe ka qenë shumë më mirë. Dhe unë dua të jam shumë mirënjohës institucioneve, veçanërisht Ministrisë së Kulturës, Ministrisë së Punëve të Jashtme, Hotel Dugagjini, OFK, Onyx dhe të tjerë të cilët kanë mbështetur rrugtimin tonë. Nuk po i përmendi për shkaqe të marketingut, sepse puna jonë është gjithçka mbi baza vullnetare dhe ne funksionojmë tërësisht mbi baza vullnetare. Prandaj çdo mbështetje edhe artë të dashve për neve është domethënë se rrugtimin tonë. Pa mbështetjen e tyre, rrugtimi jonë nuk kishte me qenë në asnjë formë as këto me mbi gjitha suksesi. Ne gjithmonë shohim vetëm ato shkëlqimin e atyre medaljeve të cilat ju i merrni, atyre çmimeve të cilat ju i merrni, por prapa atyre fshihet një punë shumë e madhe, shumë javore, ndonjëherë edhe shumë ujore para se të vinë deri tek rrëmbimi i çmimeve dhe medaljeve të ndryshme, por trego për këtë rrugtim tuaj në Malezi, cilat ishin ato përgatitjet, sa ju morën kohë përgatitjet dhe sa ishte themi e vështirë që të bëj gjithçka gati në mënyrë që kur t'jeni atje të pasiononi jurinë dhe të rëmbeni edhe çmime.
Natyrisht për këtë garë ne kemi pasë përgatitje të gjata, sepse kemi punu do të thotë prej muajit mars, prej vitit kalum do të thotë prej Bangkok deri më sot ne nuk kemi pasë ndonjë optim, për arsye se fokusi kryesor ka qenë në Malezia. Mirë po, megjithatë gjatë kësaj periudhe ne i kemi jap rëndësi të veçantë edhe aktivitete vendore. Këtë rast kemi arrit me bashkëpunu me 2 kore ndërkombëtare. Realisht kemi pasur 2 koncerte. Koncertin kemi pas me korin Artin nga Lituania në maj, pastaj në fund të muajit 30 korrik kishim edhe një kort tjetër që erdhi nga Norvegjia, korin Defrost Choir me Thomas Kaplin. Natyrisht që këto koncerte neve në një farforme na kanë shërbyer, ta quajmë një farforme si provë generale para udhëtimit dhe para nisjes tonë për në Malezi. Ndonse kemi qenë shumë konservative dhe jemi rujt shumë që programi nuk është dashur më shfalos, megjithatë energjia edhe provat e përbashkëta na kanë ndihmuar shumë që e gjithë kjo me na u rezultu me sukses. Edhe jam vërtet i lumtur që është realizuar ky projekt. E konsideroj me shumë modesti që është njëri prej projekteve më të vështira që kemi realizuar bashkë me korin Esperanto, sepse Malezia vërtet është kërkon mjete të mëdha për të realizuar. Kur flasim për 41 anëtarë të korit është marrëmendse. Trego pak edhe për planet për fund, për planet për të ardhmen, sepse e di që akoma pa u kthyer mirë dhe pa u reatuar, pa pushuar nga ky udhtim, ju besoj që keni edhe plane për të ardhmen. Më flit pak për to. Ne me 12 shtator me njerë kemi një koncert tjetër me një kor që na vjen nga Gjermania dhe menzi po presim me realizu, koncertin do ta kemi në Pej, paraprakisht do të kemi edhe një workshop me dirigentin Adrian Emans dhe unë si dirigent, ashtu që besoj që do të bëjmë edhe thirrje edhe për këngëtarët e tjerë që do të vinë edhe prej vendeve të ndryshme të Kosovës, po flasim për anëtarët e cilët nuk janë pjesë e Siparantumit dhe duan të marrin përbojat e tjera prej, në këtë rast edhe prej dirigentit Adrian Emans. Ndërsa janë edhe 2 planet e tjera dhe 2 vendet e tjera ndërkombëtare që na presin deri në fund vit. Mund ta zbuloj njërin prej tyre, Praga do të jetë në muajin nëntor, ndërsa është edhe një tjetër, ende me që nuk është konfirmuar dhe ende jemi duke punu bashkë me bordin dhe organizatën, ta shohim nëse do të arrijmë me realizuar edhe aktivitetin ndërkombëtar. Ndërsa natyrisht planet janë të mëdha, çdo herë është ana financiare e cila ajo na determinon në rrugtimin tonë se ku duhet shkojmë dhe në cilin vend duhet rrugtojmë. Be thëmë shumë modesti, udhëtimi jonë këtu ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse janë krijuar edhe kontakte të reja të cilët i kanë munguar në një farforme të korit Esperanto. E bukur e kësaj që ne kemi mbajtur një workshop me Jim Peterson, një prej emrave të mëdhenj të muzikës korale botërore, ku kemi mbajtur një masterclass 1 orë gjysmë dhe ai ka pas mundësi me ndëgju korin drejt për drejt. Edhe komentet e tina tashmë vetëm janë ku Flanza dhe Rioni kanë punu në video intervistat të cilat janë edhe në kanalet tona zyrtare ku edhe audienca mundet me ndëgjuar. Kjo na bën më të lumtur sepse vërtet e kemi arrit që me kriju një identitet shumë të rëndësishëm të përfaqësimit kulturor edhe zhvillimit diplomacisë kulturore. Shumë e lumtur të dëgjoj lajme të tilla dhe informacione të tilla. Unë falenderoj shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë dhe ju dëshiroj shumë suksese edhe në të ardhmen. Ju falenderoj edhe shumë juve për mbështetjen e fuqishme që po jepni korit Esperanto. Rrugtimi jonë pa juve kishte me qenë shumë i varfër. Shumë faleminderit edhe mirënjohje. Faleminderit shumë për vlerësimin. Ju përshëndes. Sigurisht që gjithmonë presim lajme të mira nga kori Siparantum, ndërkohë me këtë lidhje të drejtë për drejtë po mbyllim edhe emisionin Rreth e Rrotull për ditën e sotme.